Ky është vëllai im I vogël Gjorzh, kjo është mami Dosh, dhe ky është babi Der. Deri Pepa. Ditë vjeshtën e erë. Sot Pepa do të shkojë në park. Që nga shumë ftohtë. Vërtet ftohtë. Shpejt, të vishemi trash. Në ditët e ftofta, Pepa dhe familja e saj veshin shallat, kapuçat dhe dorezat e tyre. Të ngrejnë mbulesën e makinës. Të ndesim kondicionerin. A jeni të gjithë ngrohtë tani? Nisemi! Ky është parku. Arritëm! Mami, se janë të gjitha gjethet e kuqe dhe të verdha. Ka ardhur vjeshta, Pepa. Në vjesht, bëhet pak më ftohtë dhe gjethet ndryshojnë ngjyrën. Ka herë, ne të luaj me topë që të ngrohen. Është rradha ime. Oh, nuk e quajta që të shkonte andej. Era po e quan vetë topin. Topi ra në pell. Do përdor të shkopin për ta kapur. Pak më tutje, babi. Ki më kujdes, babi Der. Mos ki me rak, për pak e kapa. Babi, I ftohtë është ujë? Pak. Era e nxorri topin jashtë pellrit. Oh, ky është fat. Dhe çfarë fati se? Po fryn gjithmonë më shumë erë. Mbajni fort kapuçat. Mos! Era I mori kapuçin Gjorzhit. Mos ki merak, Gjorzh. Babi Deri do të ta marrë kapuçën. Shpejt, babi. Shiko, mbeti në atë pemën e vogël. Do ngjite mund ta marr. Kjo pemë është shumë e hollë për të mbajtur peshën tënde, babi Der. Atëherë, si do ta marrim kapuçin e Gjorzhit? Thjesht do t'i jap pemës një shkundje të vogël. Ndoshta duhet ta shkund pak më fort. Kujtoja se këto gjëra më ndodhin vetëm mua. Nuk është për të qeshur. Është pak për të qeshur, mami. E po mirë, është shumë për të qeshur. Ku është kapuçi Gjorzhit? E ke në kokë. Ja ku e ke kapuçin, Gjorzh. Mbaje fort këtë herë. Era po I rrëzon të gjitha gjethet e pellrit. Më shikoni mua, jam shtrier në erë. Era është aq e fortë sa mund ta mbaj Pepa. Era është aq e fortë sa mund ta mbaj edhe Gjorzhi. Babi, shtriu edhe ti. Jam si shumë I rënd. Jepi, babi. Po kënaqemi shumë. Në rregull. Era është aq e fortë sa mund ta mbaj edhe Baba Derri. Nga vërtet shumë gjë. Jepi mami Dos, provoj një herë. Po sikur era të pushoj, unë do të bie. Era s'ka ndërmend të pushoj. Era pushoj. Nuk është për të qeshur. Është pak për të qeshur. Tani që pushoj era, çfarë do të bëjmë? Cilën lojë pëlqen më shumë? Të hidhem lart e poshtë në pellgje balte. Po këtu nuk ka pellgje. Ka vetëm shumë gjethe të thata të mërsitshme. Çfarë bëhet me gjethet e thata? Nuk e di. Hidhesh mbi gjethet të thata. Baba Derrit I pëlqen shumë të hidhet mbi gjethet të thata. Edhe Pepës I pëlqen të hidhet mbi gjethet të thata. Të gjithë u pëlqen të hidhen mbi gjethet të thata. Kjo është dita më e bukur e vjeshtës.